Janë banor të kryeqytetit. Kanë 24 vjet që ankojnë për të njëjtat probleme. Kërkojmë nga shteti, nga bashkia, që të rregullojë rruga, taksat ai pagujmë. Ne jemi jo gjënat themi Tiranë, jemi katundet keq. Vin Alp Telekomi, hap kanale, detyrohen ne si komunitet me mbush me zhavor me kështu. Vjen interneti, hap kanale, domethënë më shumë e dëmtojnë se sa punojnë për ne. Kemi ankesë edhe për një kosh meteorinash. Çdo zgjedhje që është bë, këtë kërkesë kemi bë. Unë kam 10 vjet makinë, 12 vjet, taksat i pagu, përfundimisht nuk zbota asgjë. Kjo është rruga Pjetër Dungu, në njësim bashkiake numër 4. Nuk ka asnjë kanalizim. Ujërat e bardha dhe të zeza janë të dukshme dimër dhe verë. Me kanalizimit jemi shumë keq, të ujët të zeza. Dhe banjat. Dhe zihet banjat, sa që bishin a zihen banjat. Jetoj në një prej zonave më të populluara të kryeqytetit, shumë pranë një Kino Studios, por investimi vetëm është bërë nga vetë banorët. Këtë rrugën këtu e kena bërë komplet si lagje, do më kena bën nga 50.000 lekë që kena shtruar. Mirë, por nuk e mirëmarrim dot dhe është prishur. Tash është në gjendje që shihni vetë makinat takojnë. Me paratë të tyre kanë ndërtuar edhe këtë urë të sajuar. Për të dhënë një përgjigje shqetësimit të këtyre banorëve, ne kërkuam një përgjigje në Bashkinë e Tiranës. Lajmi i mirë është që kjo zonë po i nënshtrohet rikualifikimit urban dhe punimet do të përfundojnë në shtator të këtij viti. Më në fund, banorët do të kenë një rrugë dhe kosha për mbeturinat.